Në vazhdimësi të veprimeve pas dekretit për shpërndarjen e kuvendit, presidentja Vjosa Osmani ftoi partitë politike në takim konsultativ për datën e zgjedhjeve. Duke e konsideruar kundërkushtetues dekretin, aty nuk shkuan lëvizja vetëvendosje dhe partnerët e saj. Në takim nuk shkoi as lista serbe. Pas diskutimeve me presidentën, kreu i PDK-s Bedri Hamza fajsoi partinë në pushtet për, siç tha, dështimin për zgjedhjen e presidentit dhe shkaktimin e zgjedhjeve të reja. Dim që një ndërgu disa shkresa, a do t'i trajton gjykata kushtetuese si të pranueshme apo të papranueshme në gjykatën kushtetuese. Çdo vendim që merret nga gjykata kushtetuese gjithmonë ka qenë i respektuar dhe i zbatuar nga Partia Demokratike e Kosovës. Unë besoj që presidentja e ka analizuar mirë veprimet e veta. Kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku ndërkaq tha se janë gati për zgjedhje kurdo që caktohen. Kurdo që presidentja vlerëson parafatin kushtetues të rregullt brenda parashakimeve kushtetuese. Pasi tha se është humbur mundësia për zgjedhjen e presidentit brenda afateve kushtetuese, kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj tha se vendi është në autopilot deri pas zgjedhjeve të reja. Janë opcion datat prej 5, besoj 12-19 prill, mund të ketë ndonjë datë tjetër varësisht prej zhvillimeve. Ndërsa kreu i lëvizjes vetëvendosje, kryeministri Albin Kurti, i cili nuk shkoi në takim te presidentja, tha se dekreti i saj për shpërndarjen e legjislaturës së 10 të kuvendit është kundërkushtetues. Në këtë situatë të nderuar gazetar, të dashur qytetar, konsiderojmë që i kemi 60 ditë në bazë të Kushtetutës së Republikës Kosovës që ta bëjmë një zgjidhje e të mos kemi zgjedhje. Ta bëjmë një zgjidhje të re që të mos kemi zgjedhje të përsëritura. Kurti në një konferencë për media në qeveri u përgjigj edhe për deklaratën e presidentes Osmani për njerëzit e papërgjegjshëm dhe me qëllime të rrezikshme. Nëse zonja presidente nuk ka folur me emra, unë se di pse ju shkon juve mendja të kënd. Nëse flasim për shtypje të përgjithshme, ajo është një gjë, por nëse flasim për njerëz të përveçshëm, unë nuk e di që jemi përmendur aty, nëse ju keni të drejtë, sërish unë besoj që përgjigjen duhet ta kërkoni tek ata që e thanë, jo tek hamendësimi se kush mund të jenë ata. Krahas kërkesës për vlerësim të kushtetutshmërisë lidhur me bojkotin nga opozita të seancës së të enjtës mbrëma, Kurti njoftoi se lëvizja vetëvendosje vetëse e ka dorëzuar edhe lëndën e dytë në gjykatën kushtetuese lidhur me dekretin e presidentes për shpërndarjen e kuvendit.